Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbrëmësoren. Sot është e njëjtë dhe jemi në javën e 12 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 të psalterit. O hyma e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Hy që më ndriqim të pastër, dritën shestove o Zot, në lumnin tënde lypim, nëse ditan kthejs për kulet. Tani diellin muzg shpejtuar, nxiton në prendim të vet, me të rinë mbështjell botën, tu e mbajt radhën e vet. Mirë po ty o Zot i hepër, shërptor tu që luten, lodhur nga puna e ditës, mos i lër në terë të ndrydhen. Që jo të rësuar në mendje të na ik koha e ditës, por me hirë të mbrojtur të shohim dritë fatmadhe. Bëjo atër i drejti dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Në ty shpresoj o Zot, dashuria ime dhe strehimi im. Psalmi 144, pjesa e parë e psalmit. Lutja mbretit për fitore dhe për paqe. Qoftë bekuar Zoti ndihmtari im, që mi mëson duart për luftim, e gishtrinjt për luftë. Mëshira ime dhe kështjella ime, strehimi im dhe çlirimtari im, shqyti im pas të cilit fshihem, ai që popullin tim e vënën sundimin tim. O Zot, e ç'është njeriu që t'i japësh rëndësi, biri njeriu që të kujdesësh për të, njeriu i përngjon avullit, ditët e tij si hija që kalon. O Zot, priri qejt e tu e zbrit, preki malet e ato le të tymojnë, gjuaj rufe e shpërndaj armiqt, flakroshi gjetat dhe shpartaloj. Shtrije dorën tënde prej së larti, më shpotoj më nxirr prej ujërave të mëdha, prej kthetrave të bijve të huaj. Goja të cilëve gënjeshtra veç flet, e djathta të cilëve ngrihet për të betuar në rën. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Në ty shpresoj o Zot, dashuria ime dhe strehimi im. Antifona e dytë. Lumaj popull që hyjin e ka Zot. Psalmi 144, pjesa e dytë. Lutja e mbretit. O Zot, për ty do ta këndoj një këngë të re, për ty do të luaj në harpën 10 kordash, se mbretërve ti u jep fitoren, e shpëton Davidin shërptorin tënd prej shpatës vrastare. Më shpëtoj me liro prej kthetrave të bijve të huajve, goja të cilëve gënjeshtra veç flet, e djathta të cilëve ngrihet për të betuar në rën. Bëj që fëmijët tanë të jenë por si pema që rritet në rinin e vet, bija tona por si shtyllat e këndëve, të hishme por si shtyllat e tempullit. Drejtnikët tanë mbushi plote për plot, me gjithë farfrytesh me mbushulli. Vend tona me mira u shtofshin, të panumërta në përfusha tona, gjedhe tona të majme e të shëndosha. Rënime asulme mos pas në muret tona, as vaj e gjëm ndër sheshet tona. Lumaj popull që i ka këto të mira, lumaj popull që hyjin e ka Zot. Lavdjatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lumaj popull që hyjin e ka Zot. Antifona e tretë. Ja tani koha e shëlbimit dhe mbretërisë së hyjit ton. Kënga krahason librin e Zbulesës kapitulli 11, gjyqi i Zotit. Po të falenderojmë o Zotri i hyj gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe. Ty, sepse ushtrove fuqin tënde të madhe. Dhe more mbretërimin. Paganët u idhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit. Koha e shpërblimit për shërptorët të tu. Profetët dhe shenjtrit. Dhe për të gjithë ata që e druajnë emrin tënd. Për të vegjële të mëdhenj. Ja tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton. Dhe sundimit të Krishtit të tij. Sepse u hodh poshtë padit si vëllezërve tanë. Që ditë nati padiste para hyjit ton. Por ata e mundën në fuqi të gjakut të qengjit.
dhe në saje të dëshmisë vet. Nuk e deshën jetën e vet, as sa ta dronin vdekjen. Prandaj galdo o qiell, Galdoni dhe ju o qiellor të gjithë, lavdjatit e Birit të Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ja tani koha e shërbimit dhe mbretërisë së hyjit ton. Leximi i shkurtër letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli i parë, rreshti 23. Duhet të qëndroni të themeluar në fe, të qëndrueshëm dhe të palëkundshëm në shpresën që jep Ungjilli, për të cilin dëgjuat, i cili u predikua secilës krijesë nën qiell. Përgjigja e shkurtër. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Më mballon kullotave të gjelbra. Asgjë nuk më mungon. Lavdjatit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Atë që ka uri për drejtësi, Zoti e mbush me të mira. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brorit hyj shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mirë i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si u pati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdjatit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Atë që ka uri për drejtësi, Zoti e mbush me të mira. Lutjet e besimtarve. Me besim të plot i lutemi Krishtit, dritës së popujve dhe gëzimit të çdo njeriut. Na jep o Krisht dritë, paqe dhe shpëtim. Jezu Krisht, dritë që s'perëndon, fjala e Zotit dhe shëlbuesi i botës, drejtoj katekumenët e kishës sate në udhën e së vërtetës. Na jep o Krisht dritë, paqe dhe shpëtim. O Krisht, mos i shiko mëkatet tona, shlyeji në mëshirën tënde. Na jep o Krisht dritë, paqe dhe shpëtim. Ti dëshiron që njerëzit me mendjen e tyre ti hulumtojnë misteret e natyrës, bëj që shkenca dhe teknika ti shërbejnë lavdisate dhe të mirës së të gjithë njerëzve. Na jep o Krisht dritë, paqe dhe shpëtim. Mbroj të gjithë ata që ju kushtuan shërbimit të njeriut. Bëj që misionin e veta kryen lirisht dhe në paqe. Na jep o Krisht dritë, paqe dhe shpëtim. O Zot, ti që i ke qelsat e jetës së të vdekjes, merri në dritën tënde të vdekurit që ndëruan jetë me shpresë të ringjalljes. Na jep o Krisht dritë, paqe dhe shpëtim. Ati ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, art mbretëria jote, u bëvë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Zot, je i mëshirshëm, dëgjoje popullin tënd të bashkuar në lutje dhe kujdesohu për ne. Dhe pasi na dhe hirin e besimit, të na japësh edhe trashëgimin e amshuar bashkë me birin tënd të ngjallur, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekof, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.